që unë jam në studio me Xhevari Xhabinën, kolegun edhe me Ibrahim Sakon, avokat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Xhevi, pritesh kjo e bankersit që të kalonte pikërisht në prokurorin e posaçme? Po në fakt pritej, unë që në kryeterës, biles kemi qenë në studion tënde në muajin korrik, ku kam thënë që nga mënyra se si është ndërtuar kjo dosje, nga procesi hetimor i prokurisë Fierit, por edhe nga po them kozgjatja e këtij skandali sipas prokurorisë, apo edhe personat e përfshirë në të, apo dieninë e institucioneve mbi atë çfarë po ndodhte me kompaninë Bankers, të krijoi përshtypja që kishim të bënim me një grup të strukturuar kriminal dhe sigurisht që kjo që ka ndodhur në këtë kompani për kaq vite të krijonte përshtypjen që kishte të përfshirë persona të cilët janë subjekte të prokurisë së posaçme. Dhe prokurisë Fierit ju deshën kaq muaj për të konkluduar që kjo dosje duhet të kalonte në prokurinë e posaçme, por kjo kam përshtypjen vjen edhe për diçka tjetër, për shkak edhe të presionit të madh që ka kjo çështje dhe mendoj që një prokurori si ajo e Fierit nuk është e gatshme të përballojë kaq shumë presion politik, ekonomik, por edhe qoftë edhe kriminal. Kështu që është për të përshëndetur vendimi i prokurisë Fierit për ta kaluar këtë dosje në prokurinë e posaçme, e cila duhet të bëj transparente atë çfarë ka ndodhur me Bankers Petroleum gjatë këtyre 20 viteve, pasi ky ndoshta është ndër koncesionet më të gjata në Shqipëri dhe sigurisht që aty janë të përfshirë një sër biznesesh, Xhevi, po më thuaj që në prokurinë e Fierit ka padur presion? Sigurisht që ka padur presion, nuk po flasim për një çështje hetimore që është kaq e thjeshtë. Unë e thash nga mënyra se si është ndërtuar kjo çështje hetimore nga prokuria e Fierit, të krijonte përshtypjen që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal i cili ka funksionuar ndër vite. Pasi bëhet fjalë që Bankersi nuk i ka paguar asnjë taksë shtetit që nga viti 2004, po them. Është kompania e cila nxjerr me miliona dollar, qindra miliona dollar në vit nga nën toka shqiptare, në mos gaboj diku, për shembull më kujtoj këtu që në vitin ndoshta 2021-2022 janë nxjerr diku tek 200-250 milion dollar naftë nga nën toka shqiptare nga Bankersi dhe nuk është paguar asnjë tatim fitim mbi këtë, në asnjë taksë dedhur në buxhetin e shtetit. Dhe si ka mundësi që ti si kompania arrin të nxjerrësh kaq shumë para nga nën toka shqiptare dhe ty pastaj nuk të del llogaria që ti mos i paguash shtetit shqiptar asnjë taksë, duke krijuar një skemë të mirëfillt mashtrimi me personazhe të cilët kanë ndikim ekonomik në Fier, por jo vetëm në Fier, në gjithë Shqipërinë. Aty përmendëm për shembull edhe politikanë të cilët janë në marrëdhënie, ish politikanë të cilët janë në marrëdhënie biznesi me kompaninë Bankers Petroleum. Kështu që në një farë mënyrë ky vendim i prokurisë Fierit ndonse i vonuar, por është i duri për ta hetuar prokuria e posaçme. Avokat, çfarë elementesh kemi? Sigurisht dhe unë i qëndroj gjithë analizës që Xhevi bëri në fjalën e tij. Përsa i përket çështjes së Bankers, besoj që është një vendim i drejtë nga ana e prokurorisë së Fierit për ta kaluar çështjen drejt SPAK, sepse ajo nuk është një çështje që i përket jurisdiksionit të prokurorisë rrethit gjyqësor pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier, sepse nga vetë struktura e saj kemi të bëjmë një grup të strukturuar kriminal, një grup të mirëfillt të strukturuar. E them këtë me kompetencë dhe me bindje sepse po ta shohësh atje janë të përfshirë shumë faktor ekonomik, por edhe politik, do thoja unë, sepse është një skem e mirë menduar dhe organizuar e cila ka ushtruar aktivitetin e saj ndër vite. Është një nga çështjet më sensitive, do thoja unë, dhe më të rëndësishme të korrupsionit në 30 vite demokraci këtu në Shqipëri, sepse bëhet fjalë për miliarda lek të ardhura që kjo kompani me koncesionet e ndryshme, pavarësisht se janë ndryshuar pronarët, ka arritur të realizoj nga burimet dhe pasurit e nën tokës së popullit shqiptar. Pasojat në këtë aferë kaq të madhe korruptive, unë do thoja që janë pasojat të pakthyeshme, sepse duke ditur nga vetë
burimi që është nafta është një resurs i pakthyeshëm, pra i papërsëritshëm, që do të thotë, ai burim që shfrytëzohet nuk mund të rikthehet më, nuk është si energjia e erës apo energjia e diellit që kemi resurse të përsëritshme, por nafta është një resurs i papërsëritshëm dhe dëmi që i është shkaktuar shtetit shqiptar nga nxjerrja dhe mospagimi i taksave nga kjo kompani për kaq vite janë dëme të pakthyeshme. Unë do thoja që afera korruptive kalon mbi 4 deri në 5 miliard dollar përfitime nga nafta e nën tokës e nxjerr nga kjo kompani. Dhe ajo që bie në sy është që po të bëjmë një krahasim që sharak. Sa ishte vlera? 4 deri në 5 miliard dollar të ardhura të nxjerrë nga kjo kompani, nga nxjerrja e naftës dhe tregtimi i saj. Pra, 5 miliard dollar të ardhura të krijuara nga pasuritë e nën tokës shqiptare dhe shteti shqiptar ka marrë 0 lek. Unë do thoja, do bëja një krahasim qesharak dhe do thoja që më shumë taksa dhe të ardhura ka marrë shteti shqiptar nga një baxho qumshi në Fier, dhe sa ka marrë nga bankersi që ka përfituar miliarda dollar të ardhura dhe shteti shqiptar nuk ka marrë asnjë cent nga këto të ardhura. Kur dihet që ata duhet të ishin një nga taksapaguesit më të mëdhenj në Republikën e Shqipërisë për nga vetë xhiroja dhe struktura e kompanisë që ata drejtojnë. Tani, nivelet, kur flasim për SPAK, flasim për nivelet larta. Ne kemi 2 njerëz të cilët janë kryesisht të arrestuar. Kush janë akuzat dhe a rrezikon që kjo të shkojë më tej? Kur themi të shkojë më tej, të zgjerohet lista e personave në range dhe zyrtarësh ndoshta? Sigurisht në këtë çështje ka disa akuza si fshehje të ardhurave, mos deklarimi të ardhurave, mos pagimi të taksave dhe detyrimeve, por dhe së fundmi dhe një sipas edhe cilësimit juridik të veprës që ka bërë dhe prokuroria e aferit duke nxjerrë jashtë jurisdiksionit saj, kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal. Që do të thotë, përfshirë në këtë aferë nuk janë vetëm drejtuesit e kompanisë private, por duke ditur që kjo kompani ka ushtruar aktivitetin e saj tregtar në kaq vite, por dhe në disa qeveri të ndryshme këtu në Republikën e Shqipërisë, çështja është shumë herë më e thellë se kaq, sepse unë e them me bindje të plotë që këtu janë të përfshirë dhe zyrtar të lartë të shtetit shqiptar, pa dallime politike, pa ngjyrime politike, nga qeveritë që kanë qenë dhe qeveria aktuale. Dhe nëse prokuroria e posaçme do ketë vullnetin e duhur dhe forcën e duhur për ta çuar këtë çështje deri në fund, do shohim që para drejtësisë do paraqiten ose duhet paraqiten edhe shumë persona apo zyrtar të lartë të shtetit, sepse në një shtet demokratik ku funksionon mbi bazë të ligjeve dhe hierarkisë juridike, nuk mundet që një kompani kaq e madhe të mos bie në sy nga organet ligjzbatuese, qoftë nga drejtoria e tatimeve, Ministria e Financave apo të gjithë instancat e tjera shtetërore, që të shfrytëzoj një pasuri kaq të madhe, të bëjë një xhiro kaq të madhe me miliarda dollar xhiro në kaq vite dhe shtetit shqiptar të mos marrë asnjë të ardhurë, mos të paguhet asnjë taks. Këtu duket qartë që e gjithë struktura hierarkike e kontrollit shtetëror ka mbyllur syt. Prandaj dhe prokuroria e Fierit e ka cilësuar në gjykimin e saj si grup të strukturuar kriminal, i përket strukturës posaçme, pastaj të bëj vlerësimin juridik, jemi apo jo para kësaj akuze, por që në këndvështrimin e parë, në logjik, në arsyetim, themi që kemi përfshirjen e të gjithë faktorëve ekonomik që operojnë atje, por edhe të gjithë instancave shtetërore që kanë mbyllur syt deri më sot. Di pse ishte vështirë për prokurorinë e Fierit që ta hetonte këtë çështje, se aty përveç zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të cilët mund të kenë ndihmuar bankersin për të ngritur në këmbë këtë skemë mashtrimi, ke edhe biznese shumë të rëndësishme të cilët kanë qenë në marrëdhënie me prokurorinë me bankën petrolore. Kështu që prokuroria e Fierit nuk i ka hyrë fare kësaj historie dhe sigurisht ndoshta kjo edhe për shkak të idesë së saj që do ta çonte këtë çështje në prokurorinë e posaçme. Aty ke të përfshirë bankat të nivelit të dytë, të cilët kanë ndihmuar bankersin që të ketë transaksione apo kompani tjera që kanë lëshuar faktura fiktive për në Raiffeisen Bank është banka e nivelit dytë e cila
në një farë mënyrë sipas prokurisë së Fierit kishte ndihmuar bankersin duke ndihmuar që të kishte një numër llogari në Austri dhe nga Austria më pas bëheshin pagesa drejt po them klientëve të Bankers Petroleum, pasi pjesa më e madhe e llogarive në Shqipëri ishin të bllokuara dhe kjo llogari pak, është ajo akuza që u tha që nuk lejoheshin dhe në raport me bankën xhiroheshin para, ishin bllokuar më saktë. Jemi në këtë kushte? Sipas ligjit, kompania duhet ta kishte deklaruar që kishte edhe një numër llogarie jashtë vendit. Pasi kështu e parashikon edhe kontrata. Kjo nuk është bërë nga kompania dhe në këtë formë është ndihmuar që të qarkullojë e gjithë paraja, ndoshta larg syrit të institucioneve shqiptare. Që po hetohet nga prokuria e Fierit dhe sigurisht që do të hetohet nga prokuria e posaçme, sepse janë fakte të cilat janë në dosje. Ne kemi mundur të lexojmë vendimin për caktimin e masës sigurisë, pasi dosja është shumë e kaq, bëhet fjalë për mira faqe. Ndoshta me marrje në dorë të hetimin nga prokuria e posaçme mund bëhet akoma edhe më e madhe, duke patur parasysh që prokuria e posaçme tani do të hetojë në drejtim të grupit të strukturuar kriminal dhe në drejtim të zyrtarëve të lartë të cilët mund të jenë përfshirë në këtë histori. E thash pak më parë që skema e bankersit nuk mund të qëndronte në këmbë pa ndihmën e bizneseve. Banka ka emër që ju e përmendët, po kur flasim zyrtar të lartë, ka emra? Mund të më përmendësh? Që dyshon që mund të jenë në pjesë e hetimeve? Jo, deri në këtë fazë që ne kemi mundur të lexojmë, që kemi lexuar vendimin për caktimin e masës sigurisë të prokurisë Fierit për personat të cilët janë të përfshirë në hetim deri tani, nuk është se kemi emra zyrtarësh apo që mund shkojnë në drejtim të zyrtarëve konkret. Nuk mund të themi emra konkret për përfshirje të dyja klaneve apo ngjyrimeve politike që kanë drejtuar dhe qeverisur këtë vend janë përfshirë, sepse nëse nga hetimet që paktën nga ato që kemi parë ne deri tani, nga personat që paguhen për konsulenca apo për shërbime të tjera atje, duket që janë njerëz që vinë nga politika ose janë njerëz të besuar të drejtuesve të politik të këtij vendi. Prandaj, e thënë ndryshe, përfshirja e politikës dhe mbyllja e syrit të shtetit, kushdo që ka qeverisur këtë, është bërë e qëllimshme me qëllimin e vetëm përfitimin nga zyrat e kujt janë përfshirë që kanë qarkulluar para dhe sa kanë qarkulluar? Po sigurisht aty bëhet fjalë për kontrata konsulence që kalojnë edhe 1 milion apo 2 milion euro deri në 4 milion euro shërbime konsulence, por paktën nga sa kemi parë nga dosje deri tani, janë në disa zyrat përfshira ku janë ish deputet apo ish ministra nga dy ekrat politik. Dhe kjo duket e qartë që me qenien e tyre atje dhe me pagesat e tyre, shefat e këtyre kanë mbyllur syt gjatë kohës që kanë pas mundësi për të qenë organi kontrollor apo hetues i kësaj kompanie, e cila ka shfrytzuar të gjitha pasuritë e shtetit shqiptar, popullit shqiptar, pasurinë nën tokës dhe shteti shqiptar nuk ka përfituar asnjë të ardhur. Nuk është sekret që për shembull zyrat legale të ish deputetit Eduard Alimi, po ish deputetit Alket Hyseni kanë qenë në marrëdhënie biznesi me bankers apo edhe firma e Besnik Çerekës, por duhet të jetë prokuria e posaçme që të vërtetojë nëse këto pagesa janë fiktive dhe nëse janë fiktive në çfarë kanalesh të tjera kanë shkuar, se sigurisht që nuk ka asnjë gjë antiligjore që ti të kesh marrëdhënie me një biznes të caktuar, por më pas nëse kjo vërtetohet nga prokuria që është komplet fiktive dhe paratë të cilat dalin nga bankersi, shkojnë drejt këtyre firmave dhe më pas shkojnë në llogari të personave apo firmave të tjerë, këtu duhet të hetojë prokuria e posaçme. Kështu që prokuria e Fierit e ka çuar hetimin deri në këtë fazë ku ne jemi duke diskutuar sot, i takon prokurisë së posaçme të faktojë nëse dyshimet e ngritura nga prokuria e Fierit për grup të strukturuar kriminal dhe korrupsion të zyrtarëve apo ish zyrtarëve të lartë të këtij vendi qëndrojnë dhe se ndoshta edhe nuk qëndrojnë, mos se jemi duke i rënë qafë, po kam përshtypjen nga mënyra se si është hetuar deri tani nga prokuria e posaçme, kam përshtypjen që nga prokuria e Fierit, kam përshtypjen që dhe një student juridikut i vitit parë kupton që kemi të bëjmë një skemë fiktive me mashtrim, përfshirje të bizneseve dhe politikanëve të ndryshëm, dhe tani mbetet prokurisë së posaçme që ta çojë hetimin më tej.
Ta shohim nëse do ishte ndryshe, ne mund të kishim një skem ndryshe për shfrytëzimin e pasurive natyrore, si që është nafta, si që kanë edhe shtetet e tjera, duke filluar nga Norvegjia apo Rumania, cilët janë shtete që në Europë nxjerrin naftë nga nën toka, ku ata e nxjerrin naftën dhe mbi bazë të ardhurave që krijohen nga nxjerrja e naftës, çdo përfitim i kalon shtetit. Kurse ne me dhënien me koncesion dhe zgjatën pa mbarim të koncesioneve, duke dhënë një kompanie private dhe duke mos i kaluar asnjë të ardhur shtetit, do të thotë që këtu ka dorë dhe është një skemë organizuar që e gjithë përfitimi i sjell nga nxjerrja e naftës të mos kalojë në xhepat e taksapaguesve shqiptar, qytetarëve shqiptar, por të kalojë tek kompani të ndryshme dhe nëpërmjet kanalizimeve që ata mund t'i bëjnë drejt personave që kanë përfitime direkte duke qenë drejtues të shtetit shqiptar. Në fare mirë mund të shfrytëzojmë sepse pasuritë nën tokës janë pasuri që i përkasin popullit shqiptar. Ne nxjerrim vetëm nga burimet e nën tokës të Marinzës, patos Marinzës, ne sipas llogaritjeve nxjerrim rreth 1/3 e konsumit të brendshëm që i nevojitet shtetit shqiptar në përditshmërinë e tyre në përdorimin e naftës. Ndërkohë që asnjë litër i asaj nafte nuk kalon për interes të qytetarëve shqiptar, por eksportohet në shtetet e Europës, ndoshta ku dhe bëhet rafineria e saj dhe i shitet pastaj shqiptarëve me çmimin më të lartë në Europë me 1.700 apo 1.800 lekë të vjetra, kur është një produkt i cili ka dalë nga nën toka shqiptare. Është paradoksale të shohësh tani të paktën zonat që kemi këtu më afër, siç është zona naftëmbajtëse e Kozares dhe e Kuçovës, ku atje ku është pusi i naftës, kemi dhe serat ku bujqit shqiptar apo ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe të dali nafta në derë të serës dhe ta marrësh naftën me 1.800 lekë pa pasur një subvencion apo një ndihmë nga ana e shtetit, kjo është paradoksal dhe është për të vënë duart kokë. Ndërkohë që miliarderët e botës apo jatet nga gjithë bota vijnë në Shqipëri dhe marrin naftën me 600 lekë të vjetra sepse i kanë hequr aksizën. Një tjetër gjë që bën përshtypje në çështjen e bankersit që ka dyshime që mund të jetë edhe çështje korruptive, është edhe sjellja ndaj mediave e kësaj kompanie, që media ka të caktuar dhe mediat kryesore në vend paguan reklam në një farë mënyrë që ato mos raportojnë, po them në këtë rast që kishte hetuar prokuroria e Fier, që mos raportojnë protesta të ndryshme që bëhen në Patos Marinz. Kur ligji në fakt e ka të përcaktuar sakt, pasi Bankersi është një kompani monopol në tregun shqiptar, nuk ka kompani tjetër e cila të nxjerr naftë dhe të jetë në këtë fushë dhe është monopol dhe e ka të ndaluar me ligj që të shpërndajë reklam. Po duke qenë që mediat janë në dieni të asaj çfarë ndodh aty dhe Bankersi në një farë mënyrë ka ankesat nga banorët e zonës kanë qenë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme sepse edhe dëmet e shkaktuara tek banorët e zonës ku nxirret nafta kanë qenë dëme, do thoya unë, të konsiderueshme në banesat e tyre, por dhe në sigurinë e jetës tyre, sepse me ato shpërthime që ka pasur të dëmtimet banesave, sigurisht që ata me drejt kanë kërkuar drejtën e tyre dhe kanë protestuar. Por që kjo është zbehur sepse është avërsisht e njëjta skem siç është edhe me incineratorët, ku paguhet për mos u dëgjuar. Një tjetër që bën çudi është që gjatë kësaj kohe kemi parë që media të caktuara, ndoshta media kolegut ton ka raportuar që Bankersi është drejt shitjes së një investitori që vjen nga Katari. Kështu që, por ajo që bën çudi është që si ka mundësi që një kompani e cila del me humbje, që raporton me miliona euro humbje gjatë vitit, që një kompani e cila është në netim nga prokuroria e Fierit para disa kohësh, por prokuroria e posaçme sot, si ka mundësi që ka interes për të blerë nga një kompani e cila vjen nga Katari dhe zotërohet nga ish zëvendës kryeministri i këtij vendi, ka shprehur interesin për të blerë Bankers Petroleum. Këto janë pikpyetje shumë të mëdha që si ka mundësi që
kompani të cilat dalin me kaq miliona euro humbje në vit, që kanë probleme ligjore në vendin ku ushtrojnë aktivitetin, kanë interes për t'u blerë nga investitor të huaj që vinë kryesisht nga bota arabe. Çfarë ndodh tani? Hidhet një short, kush do të jenë prokurorët, se duhet ta lexojmë edhe në këtë aspekt. Domethënë, nëse ne kemi pra tërheqjen e prokurorisë së Fierit, për shkak mos kompetencë për shkak të zyrtarëve të lartë përfshirë, që do t'i mësoj më vonë ndoshta se kush do të jenë. Shkon për grup të strukturuar kriminal tani apo jo, se duket fjalë e madhe kur e thua. Por edhe për korrupsion, fjalë e madhe, sepse mjaftojnë të jenë më shumë se 2 persona që krijojnë një strukturë të organizuar për ta cilësuar si kriminal. Krijohet bindja që kemi të bëjmë një grup të strukturuar kriminal, se plotësohen kriteret, kemi më shumë se 2 persona, skema ka funksionuar, është trirë ndër vite, ka dyshime që janë edhe duhet ta bëte përshtypje nëse do ishte e kundërta. Nëse kjo çështje nuk do shkonte në prokurinë e posaçme, ose jemi mësuar që me grup strukturuar kriminal janë ato vrasjet, janë ato, po ja që prokuroria e posaçme u bë fiks për këtë gjë, nuk ka lidhje. Thjesht si term. Tani çfarë ndodh dhe do të jetë më interes shumë për të parë kush do të jenë prokurorët edhe si do të shkojë kjo çështje, si është procedura, këtë të kuptojmë pak. Shiko, procedura është standarde, nuk ka rëndësi se cili nga prokurorët do jetë apo do shortohet, sepse hidhet shorti dhe nuk dihet se kujt do t'i qelloj. Rëndësishme është që të ketë vullnetin e dur nga ana e strukturës posaçme për ta çuar këtë hetim deri në fund. Dhe është apo jo grupi strukturuar kriminal, i takon prokurisë posaçme që të bëjë kualifikimin e veprës penale në gjykimin e asaj, se pastaj në fund është gjykata ajo që vendos ka apo jo vepër penale, është apo jo grupi strukturuar kriminal, do kaloj apo jo për gjykim, por përsa i përket kompetencave që ka prokurori i posaçëm, është ai i cili do ngrej akuzën duke parë zhvillimin e hetimeve dhe nga hetimet se çfarë rezultati do dali. Ka apo jo grup strukturuar kriminal, dëmje ekonomik që është shkaktuar vendit, apo dhe gjithë skema e përfshirjes dhe e fshehjes së të ardhurave dhe mos deklarimit të ardhurave që kjo kompani ka pasur ndër vite. Kështu që është në kompetencë dhe në gjykim prokurorit posaçëm për çuarjen më tej të kësaj çështjeje. Duhet të kuptojmë një gjë që nuk është edhe dosje aq e lehtë kjo për shkak të përfshirjes në të, po them, Ibri e tha, të 2 kraheve politik. Domethënë, tatimet kanë bërë sikur s'kan parë se çfarë ka ndodhur në Bankers që nga viti 2004 dhe është një periudhë shumë e gjatë. Prokuria duhet themi edhe diçka. Tani kush ka përgjegjësi për këtë? Se tatimet janë shumë, është drejtori i përgjithshëm i tatimeve, është drejtori rajonal, janë këta, se janë me strukturë. Po kam përshtypjen që kjo nuk është histori e një inspektori lokal në Fier. Asaj drejtorit përgjithshëm, kjo histori që qëndron lart. Asnjë drejtorit lokal të tatimeve në Fier, as të një drejtorit përgjithshëm tatimeve, kështu që mos bëjmë sikur nuk e dim se çfarë ka ndodhur, ndoshta bëj pyetje edhe për qytetarët e thjeshtë, për ne që jemi në brendësi të gjës dhe arrim ta kuptojmë prej vitesh punojmë me këtë. E tham që kjo nuk është histori e një inspektori në Fier, kështu që tani takon prokurisë së posaçme që ta zgjidh këtë histori nga ana penale, se ndoshta prokuria e posaçme mund shkojë edhe drejt pushimit të kësaj çështje, po nga mënyra se si janë rënditur faktet nga prokuria e Fierit, të krijohet përshtypja që prokurorët e posaçëm apo prokurori i posaçëm që do të marrë në dorë këtë çështje nuk do ta ketë aq kollaj. Për shkak të një farë skeme që është zbardhur nga prokuria e Fierit, i shkojnë materialet gati deri diku, se është një punë që është do thellohen. Edhe prokuria e Fierit në një farë mënyrë ka bërë sikur nuk ka parë ca gjëra aty, po them, duke qenë që e kishte bindje të saj që do ta çonte drejt prokurisë së posaçme këtë çështje dhe ka bërë një material bruto ku ka të përfshirë, po them, aq persona që ajo ka mundur të identifikojë deri në këtë moment. Më pas aty ka lënë diçka evazive, nuk ka parë që kjo çështje shkon më tej. Tani ja ka lënë në derë prokurisë së posaçme dhe duhet të jetë prokuria e posaçme me të drejtë për shkak të kompetencës që ajo ka, që heton grupet të strukturuara dhe heton korrupsionin madhor në këtë vend, dhe nëse ka një çështje korrupsion madhor në këtë vend, në këto 35 vite, është ajo çfarë ka ndodhur me Bankers Petroleum, ku është i vetmi, kam përshtypjen, biznes nafte në botë që mund të dalë me humbje. Dhe mund të rishesim në një çmim jashtëzakonisht shumë të lartë dhe të shfaqet interes nga blerës tjerë. Që do të thotë këtu është një skem e mirëfillt
por që i takon prokurisë posaçme ta zbërthej dhe të vendosi para drejtësisë person përgjegjës. Më lejerojnë shumë shkurtë kemi reklama dhe rikthehen pas pak. Folëm për bankersin në 30 minutat e para, së bashku me të ftuarit në studio, ku pa frikë mund themi që tërhiqet prokuroria e Fieri duke kaluar për kompetencë prokurorisë posaçme, ndërsa për Kurum është e kundërta, edhe pse janë hedhur akuza nga kolegët të cilët kanë informacione se po e amniston çështjen e Kurum. Është një çështje e cila vijon të ketë mjaft pikpyetje, nuk e dim nëse vërtet se ajo do të kalojë në SPAK. Ajo që ne dim me denoncime publike është fakti që prokuroria po e zvarrit dhe nuk ka dalë pra në një konkluzion, sepse për tonelata mbetjesh të cilat vunë në lëvizje jo vetëm vendin ton, por gjithashtu edhe vende të tjera dhe institucione sipas së ndotjes së mjedisit, nuk gjen një laborator. Nuk gjendet një laborator apo ekspert që të bëjnë pra analizat dhe të vijojnë hetimet. Paktën këto janë akuzat që bëhen publikisht sot që ne flasim, çka do të thotë që disa mbetje me tonelata, se janë më disa që atje dhe ne nuk e dim ende fatin. Po sigurisht dhe kjo është një çështje shumë e nxehtë, sepse dhe kjo ka të bëjë me paran, ka të bëjë me afera që po hetohen tashmë. Kështu që Xhevi, çfarë dim për Kurum? Ke pyetur një herë në rrugë zyrtare, se është ajo që bëjmë gjithmonë, që në çfarë faze janë hetimet? Marrim apo s'marrim përgjigje e maturit? Nëse ka një grup të strukturuar kriminal, mendoj që duhet hetuar, sidomos për çështje kaq sensitive që kanë bëjnë me mjedisin dhe ndotjen, është ajo çfarë ka ndodhur me mbetjet e Kurumit. Kështu që kjo dosje që në krye të erës në këndvështrimin tim duhet ishte marrë në hetim nga prokuroria e posaçme, pasi bëhet fjalë për mbetje të cilat kanë kaluar disa shtete për të përfunduar në një vend si Tajlanda. Kështu që kanë kaluar kaq e kaq ditë në det ato mbetje, kaq e kaq vende, kaq e kaq porte për të përfunduar atje dhe më pas për të rikthyer sërish në Shqipëri në vendin e origjinës. Dhe ideja që në Shqipëri nuk ka një laborator që mund të konfirmojë nëse kemi të bëjmë me mbetje të rrezikshme apo jo, është për të qeshur në fakt dhe për të parë dhe për të faktuar se sa seriozisht i marrin prokuroritë e rretheve institucionet në këtë vend. Kjo tregon që prokuroritë e rretheve nuk merren seriozisht nga strukturat e tjera shtetërore, kur në këtë rast ato kanë bërë një kërkesë për të gjetur një laborator për të konfirmuar nëse kemi të bëjmë me mbetje të rrezikshme apo jo. Dhe fakti është që ato mbetje vazhdojnë të qëndrojnë në ambient të hapur në Durrës, sigurisht që duke u ruajtur edhe nga roje private, por fakti është që ato mbetje janë aty dhe hetimi në një farë mënyre është duke u shuar gradualisht, pasi shumë pak media janë duke u marrë me çështjen e Kurumit dhe çfarë ka ndodhur me mbetjet e saj, por nëse prokuroria e posaçme ose në këtë rast prokuroria e Durrësit, pasi duhet bëjmë edhe një analogji me prokurinë e Fierit, prokuroria e Durrësit duhet ta çonte këtë çështje drejt prokurorisë së posaçme në një farë mënyre që qytetarët e Durrësit, por jo vetëm, qytetarët shqiptar të konfirmojnë nëse Kurumi, një industri si Kurumi, prodhon apo jo mbetje të rrezikshme dhe nëse i prodhon këtë mbetje, cila është mënyra e azjesimit të tyre. Se nëse ti si biznes i çon këto mbetje në rrugë të jashtëligjshme drejt një vendi si Tajlanda, atëherë këtu kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal që shkon përtej Shqipërisë. Dhe kjo është një çështje prove për prokurorinë shqiptare për të faktuar nëse kemi të bëjmë me një grup i cili e ka bërë këtë gjë ndër vite, pasi Kurumi nuk është një biznes i cili është krijuar sot apo ka një vit. Është një biznes i cili në Shqipëri ushtron aktivitetin e tij që prej vitit 98 në mos gaboj. Kështu që kemi të bëjmë me një strukturë e cila ka 30 vite që është ngritur në Shqipëri dhe duhet të shohim se çfarë ndodh me mbetjet që ajo prodhon dhe prokuroria e Durrësit nuk mund të na jap një përgjigje, nuk na jep dot dhe nuk ka mundësi të na jap. Kështu që do të ishte udhës që t'ia linte në dorë një prokurorie kompetente që e cila merr përgjigje në kohë reale nga institucionet në vend, pasi duhet thënë dhe diçka tjetër që Prokurorinë e posaçme dhe SPAK-un, zyrtarët e këtij vendi e kanë më frikë se sa prokuroria e Durrësit. Ndoshta e frika e vetme e zyrtarëve të këtij vendi është prokuroria e posaçme.
Sigurisht dhe kjo është një çështje e cila ka drejtësi edhe saj, bëhet fjalë për 816 ton lëndë të cilësuara si lëndë toksike. Është vërtet tani për të qeshur, por edhe për të ardhur keq që e gjitha ajo ngarkesë e cilësuar si e rrezikshme për jetën dhe shëndetin e qytetarëve mbahet në Porto Romano, ku ende nuk ka dalur shteti shqiptar në një përfundim se çfarë lëndësh janë ato apo jo toksike. Thash për të ardhur keq, por edhe për të qeshur sepse destinacioni ku 816 ton lëndët e cilësuara si toksike u nisën dhe mbërritën, që ishte shteti i Tajlandës, ju deshën mos të disa orë, po disa ditë, për ta kuptuar që bëhet fjalë për lëndë toksike dhe për ta kthyer mbrapsh ngarkesën. Pra, një shtet si Tajlanda del në një përfundim shumë të shpejt, duke thënë që këto lëndë janë toksike dhe duhet të kthehen në vendin e origjinës nga ato ku janë nisur, dhe shteti shqiptar e mban këtë ngarkesë të bllokuar për disa muaj në Porto Romano, duke pritur analizat apo duke thënë që nuk kemi laboratorët e dur për të dalë në një përfundim që janë apo jo lëndë toksike. Nëse shteti shqiptar nuk i ka këto kapacitete për të bërë analizat e duhura dhe dalë në përfundim, ka shtetet tjera fshinje apo shtetet të tjera të Bashkimit Evropian, ku shteti shqiptar mund të shkojë me kampionet dhe të bëj analizat dhe kjo përgjigje të vijë shumë shpejt. Sigurisht që bëhet fjalë për këtë. Sepse unë besoj që ka ish vite, në rrugtimin Bashkimit Evropian kam përshtypjen se Agjencia Kombëtare e Mjedisit e ka një laborator nga më të mirët. Nuk e di nëse tani sigurisht që ka një e përmendi edhe Xhevi fjalën. Ne këtu jetojmë, ne e dimë se çfarë do me institucionet që kemi marrë para nga BE-ja ne për t'i bërë këto laboratorë. Tani, nëse prokuroria s'do ta bëjë, hajde ta themi. Pra, këtu jemi, e tha edhe Xhevi, bëhet fjalë për një zvarritje të kësaj çështje. Sepse pas kësaj kompanie, sigurisht që edhe këtu qëndrojnë faktor të rëndësishëm ekonomik dhe politik të këtij vendi, sepse kjo kompani ndër vite që ushtron aktivitetin e saj në qytetin e Elbasanit, në zonën e metalurgjikut, është kthyer në një problem serioz për jetën dhe shëndetin e qytetarëve të Elbasanit, që sa herë janë munduar të ngrihen dhe të denoncojnë që jeta e tyre po rrezikohet nga çlirimi i gazrave të dëmshëm për shëndetin që kjo kompani çliron gjatë aktivitetit saj ekonomik në prodhimin e çelikut, por që asnjëherë nuk janë dëgjuar qytetarët e Elbasanit, ku ka pasur edhe padi të ngritur nga persona konkret që janë shkaktuar dëm në shëndet. Dhe është vërtetuar nga ana e mjekëve që pasojat në shëndet të X personi që kanë ngritur padi janë shkaktuar nga ajri ndotur. Dhe një nga faktorët kryesor më i rëndësishmi në qytetin e Elbasanit për ndotjen e ajrit është kompania Kurum. Nuk bëhet fjalë vetëm për 816 ton që u kapën Tajland dhe u kthyen bazë. Thuhet që gjatë aktivitetit ekonomik tyre në prodhimin e çelikut, të paktën në 4 vitet e fundit, bëhet fjalë për mijëra ton mbetjesh toksike të prodhuara nga kjo kompani. 816 ton u kapën dhe u kthyen nga Tajlanda. Nuk dihet fati i mijërave tonëve të tjerë mbetjeve toksike se ku kanë shkuar, ose janë transportuar dhe janë kaluar në shtetet të tjera në mënyrë ilegale, ose ato mbetje janë hedhur, derdhur në tokat shqiptare apo në lumen shqiptar, duke bërë një dëm ekologjik dhe në mjedis, por dhe në jetën e qytetarëve shqiptar, një dëm i cili nuk dihet se çfarë pasojash do shkaktoj. Duhet ditur që hetimet nuk janë shumë të lehta për të vazhduar te kjo kompani, sepse thash edhe një herë, presioni i madh që vjen nga politika i step prokuror, sidomos për një prokurori rrethi, siç është prokuroria rrethit gjyqësor, gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, sepse duhet që të ketë një vullnet të hekurt për të shkuar deri në fund të hetimeve, sepse faktorët që ndikojnë në moskryerjen e hetimeve të plota për këtë çështje janë faktorë shumë të rëndësishëm. Duhet të theksojmë që kompania Kurum është një nga donatorët më të mëdhej ekonomik të fushatave politike në Shqipëri. Nga të dyja krahët,
qofse do interesoni, mund të shikoni që kompania Kurum është një nga kompanitë e cila gjatë fushatave elektorale janë nga donatorët kryesor të dhurimeve për fushatat elektorale. Është akuzë e fortë kjo, unë nuk e di si e vërteton ti këtë. Mjafton që mediat krye punë e saj dhe mund ta vërtetoj shumë lehtë. Ja hedhin topin medias direkt, pastaj. Po gati gjejmë këto zënë. Ja hedhin topin medias direkt, por fakti është që çështja e Kurumit tregon dhe një gjë tjetër, Aida, se si nuk kanë funksionuar një sër institucionesh për të parandaluar këtë. Po, para se ti thuash këto, ne a kemi të bëjmë këtu me një shkelje të ligjeve ndërkombëtare? Avokat. Po sigurisht, përdrisa shtetet e tjera kanë kthyer pas, ku kanë pasur pretendime për llojin e lëndëve, të materialit, por dhe procedurave të ndjekura, sepse nga hetimet deri tani ka rezultuar që janë të kaluar procedurat dhe standardet protokollare që kjo kompani në bashkëpunim me shtetin shqiptar që ka detyrimin për të kontrolluar të gjithë lëndën apo dhe procedurën e eksportit kësaj lënde, duket qartë që nuk ka funksionuar procedura ligjore sipas ligjeve ndërkombëtare, por dhe sipas ligjeve të shtetit shqiptar, sepse janë shkelur kryekput të gjitha procedurat për eksportimin e këtyre lëndëve të cilësura si lëndë toksike. Po, Xheve, se ta ndërpreva, po kjo ligjeve ndërkombëtare më ngacmonte, po. Për shkak të shkeljes ligjeve ndërkombëtare, në fakt u bë çështja publike. Por ajo që doja të thoja ishte që në këtë çështjen e Kurumit nuk kanë funksionuar edhe një sër institucionesh të tjera të cilat detyrë të vetme të tyre kanë identifikimin e rasteve të tilla. E nisim që ndoshta nga porti i Durrësit, mendoj që kapiteneria e portit, autoriteti portual kanë dështuar sa i takon po them sigurisë së territorit të këtij porti, sigurisht që kemi dhe një sër institucionesh tjera që janë në varësinë e Ministrisë së Mjedisit, ti e përmendë pak Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, inspektoriate. Unë u referova gazetarëve, inspektoriate të ndryshme. Ata përmendin tatimet, inspektoriate të ndryshme. Një sër institucionesh po them që kanë detyrë të vetme të tyre identifikimin e rasteve të tilla dhe pikërisht prokuria e Durrësit ka përshtypjen me numrin e punonjësve që ka, por dhe me infrastrukturën që ka, e ka të pamundur që të hetojë një çështje të tillë kaq komplekse, aq më tepër më pas kur kemi të bëjmë edhe me shkeljen e konventave ndërkombëtare ku Shqipëria aderon prej vitesh. Kështu që dalim po në të njëjtën histori që një çështje e tillë, po them, e dyshuar për trafik ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme, nuk mund të hetohet nga një prokuri aq lokaliste si është prokuria e Durrësit, e cila duhet me thënë të drejtën është gjithmonë në atë presionin e madh ekonomik edhe politik që vjen nga një histori e tillë, e cila ka, edhe kjo kam përshtypjen që është nga ato histori të 35 viteve tranzicion shqiptar. Kurumi është çështje që identifikon se çfarë ka ndodhur me politikën dhe ekonominë e këtij vendi në 35 vite. Kush janë veprat, ose nëse kjo do të kalojë në SPAK, çfarë rrezikojnë personat cilët janë të përfshirë në këtë? Dhe fakti që ne jemi në një rrugtim drejt Bashkimit Evropian, dhe nëse këtu kemi të bëjmë me shkelje të ligjeve ndërkombëtare, e bën më të ndjeshme si çështje dhe e rëndon çka do të thotë që po sigurisht kur kemi shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe konventave ku ne si shtet aderojmë, bëhet më e ndjeshme dhe më sensitive, sepse duke qenë se ishte shkelja këtyre ligjeve ndërkombëtare që e nxorrin pa këtë si çështje, sepse t'ishte për ligjet shqiptare dhe për autoritetet shqiptare, kjo gjë do vazhdonte siç ka vazhduar ndër vite dhe ne nuk do kishim marrë vesh asgjë. Pra ishin këto shtete të tjera ku i cilësuan si shkelje, por dhe identifikuan lëndat që ishin lëndë të dëmshme që e nxorën pa si çështje. Sigurisht që këtu bëhet fjalë për disa vepra penale, ku prokuroria pastaj në cilësimin e saj
të veprave juridike mund t'i kategorizoj në disa vepra penale, siç kemi transportin e lëndëve toksike, lëndëve të dëmshme, shkelje të procedurave, shpërdorim detyre, edhe nuk e di se duhet parë dosja pastaj konkretisht për të folur se çfarë etiketimi të bëjmë për cilësimin e veprës juridike që mund të ketë në këtë çështje, por bëhet fjalë për disa vepra penale ku duhet të mbajnë përgjegjësi disa persona apo një rrjet i gjerë personash dhe strukturash shtetërore, por dhe personat që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti në Republikën e Shqipërisë. Xhebi, nëse ne e quajmë të, le të themi, jo të zauruar si të mbyllur, se kjo është një çështje që ne do ta ndjekim, besoj, edhe me shkresa duke kërkuar informacione. A mund të flasim me emra prokurorësh kush e ka këtë çështje? Jo, në fakt, nuk mund. Zgjedh mos flasësh. Po jo, nuk është se është frika për të mos përmendur emrin e prokurorit. Ne i përmendim prokurorët në SPAK kur kanë çështje të nxehta. Tani për mua, kjo çështje është dhe çështje e prokurorit. Është po aq e nxehtë zëre se është në SPAK. Tani nëse këtu ka akuza publike, që themi këta po e amnistojnë, këta po e varrosin, se kolegët tanë janë edhe më të ashpër, unë them amnistojnë, ata thënë po e varrosin, s'duan, etj. Tani ose ka diçka, ka ndodhur diçka për shembull kur njëri heq dorë, kalon ping-pong. Çfarë ndodh për shembull nëse ne përmendim këto emra që ti thua, nëse ndodh nesër që prokurori Durrësi ta sjellin në prokurorinë e posaçme. Do ta përmendim prapë që sot. Që bravo i qof, kështu që ç'të them. Sot jemi në këto kushte. Sot jemi kur nuk e kanë çuar. Sigurisht që ne do vazhdojmë të merrem me këtë çështje, do të përmendim emra institucionesh zyrtarësh të cilët janë duke u marrë me këtë çështje, sigurisht që me të drejtë presioni tashmë më i madh bie mbi prokurorinë e Durrësit, e cila është drejtësia, dhe sigurisht që të gjithë palët e tjera heshtin. Por kam përshtypjen që dhe ne si media duhet bëjmë këtë pjesën e presionit mirë, që mos bëjmë më shumë presion negativ mbi këto institucione, po them në këtë rast prokurorinë e Durrësit. Por sigurisht që unë e kam thënë kryetarës që nëse kemi të bëjmë një grup të strukturuar kriminal i cili është kompetencë e prokurorisë së posaçme, është çështja e trafikut të këtyre mbetjeve. Unë nuk preferoj që mos të flas me emra në këtë rast. Dakor, është e pranuar. Me që ti nuk do të flasësh me emra, do të flasë unë, po do të flasë me emrat e SPAK-ut. Jo, kalova në SPAK, sa nuk i kam hyrë aq thellë. Xhebi, sa të rëndësishëm janë kandidaturat për prokurorinë e posaçme. Ne pyetja që shtrojmë është do të jetë ose jo SBA-ja që do ta vendosë si partner. Të gjithë kanë të drejtë. U duk sikur fillimisht nuk kishte persona të cilët po plotësonin dokumentat. Kur them u duk, ndoshta lidhet edhe me kohën që marrin, se ka një afat aty, jo që ditën e parë, ne mund presim që ditën e parë që të gjithë të kandidojnë, po besoj. Mendoj që kandidaturat mund të ketë ndryshime, por ajo që është e sigurt në historinë e përzgjedhjes së drejtuesit të prokurorisë së posaçme në këndvështrimin tim është përfshirja e amerikanëve. Nëse ka një gjë të sigurt në këtë çështje, do të jetë përfshirja e Shteteve të Bashkuara në këtë proces për të garantuar që procesi do të jetë i pandikuar. Sigurisht që emrat e kandidaturave më pas në këndvështrimin tim pak rëndësi kanë, por sigurisht që janë të rëndësishme, pasi po flasim që deri në këto momente mund të kenë kandiduar emra të rëndësishëm të kësaj prokurorie, Adnan Xholi, Klodian Brau, Doloreza Musabelli, apo edhe Elvin Gogaj. Kështu që janë prokurorë të cilët i plotësojnë kriteret, secili prokuror në prokurorinë e posaçme i plotëson kriteret, pasi drejtuesi i ri i kësaj prokurorie do të vijë nga kjo strukturë, kështu që por secili do të jetë dhe cili mbështesin amerikanët, kjo mbetet për t'u parë. Sigurisht që ne kemi marrë mesazhe, ndoshta me vizitën që ka bërë e ngarkuara me punë ambasadën amerikane në prokurorinë e posaçme, ku është publikuar edhe një foto e Klodian Brau, dhe të gjithë pastaj mendojnë që Klodian Brau ka mbështetjen e amerikanëve, por duhet pritur edhe pak. Se Dumani s'kishte një foto, po pastaj në fund doli kreu i SPAK-ut për shembull. Po kam përshtypjen që atëherë ishte histori tjetër. Ishte histori tjetër dhe kam përshtypjen që
në këndvështrimin tim, Amerikanët nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga prokuria e posaçme. Investimi i tyre më i rëndësishëm në Shqipëri është SPAK dhe sigurisht që ata do të kenë ndikimin e tyre aty. E beson këtë avokat, dhe është e nevojshme që ne realisht të kemi një garanci që na vjen nga latët, edhe tani që besohet që këto institucione do të jenë pavarura. Sigurisht, edhe në gjykimin tim, për mua nuk ka fare rëndësi emri konkret se kush do jetë drejtuesi i prokurisë posaçme. Në gjykimin tim e rëndësishme... Se Dumanin e kemi ngrit në nivelet, themi epoka e Dumanit, e tjere. Po duke qenë se është drejtues, po duke ditur rolin dhe funksionin që kanë prokurorët sot që janë të pavarur për të ushtruar detyrën e tyre dhe nuk ndikohen as nga drejtuesi i prokurorisë dhe nga askush tjetër. E thash edhe në fillim fjalës time, nuk është e rëndësishme emri. Për mua e rëndësishme është fryma dhe vullneti, dëshira që kjo strukturë do ketë për të shkuar çështjeve deri në fund dhe për të jetuar çështjet siç duhet. Është e rëndësishme, thash fryma, sepse duke ditur që, siç edhe Xhevi e përmendi, që shumë e rëndësishme që pas SPAK-ut të jetë mbështetja e faktorit shumë të rëndësishëm që është faktori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke qenë se SPAK-u është investim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qënia e tyre pas kësaj strukture shpreh një garanci për vazhdimsinë e saj, duke ditur që politika tashmë është hedhur në aksion për të hequr sa më shumë kompetenca apo për ta neutralizuar këtë si strukturë edhe për ta pasur nën kontroll, duke ditur që vetë politika është subjekti i kësaj strukture të posaçme. Pra, e rëndësishme për mua është vullneti që kjo strukturë do ketë, por dhe mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është një garanci e shtuar e kësaj strukture të posaçme. Mirë, po ju falenderoj për prezencën në studio, nëse do t'ju kem sërish, për çështje po kaq të nxehta, se paktën sinjalet tilla janë.